zakonisht e madhe, edhe tash i duhen dikun 14.000 vota për mu barazu përafërsisht me koalicionin dhe mendoj që Prizreni sigurisht do t'jetë prej komunave të para që do të shoh rezultatet se si po rrjedhin për shkak që mund t'jetë befasi ose një garë interesante. Zafa kam përshtypjen që urështu me Artanin, mos thënë pra me lëvizjen vetëvendosje, për shkak që Partia Demokratike të Kosovës arriti një koalicion të madh me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe po ta marrte edhe Zafën aty, ndoshta ish përfundua të gara, por nuk e di edhe marrëveshjet politike se sa kanë pas hapësirë pra për të arritur, se dim se çdo marrëveshje politike ka disa negociata, ka disa pajtueshmëri për pushtet. E kur të shkon një treti, se kam përshtypjen që koalicioni me LDK nuk ka qenë edhe i lehtë, pa një pjesë të pushtetit, pastaj edhe Zafa, ndoshta ma pozicion të mirë e ka pas që të rreshtohet me lëvizjen vetëvendosje, si qëllim që mbase ka partia aty më të vogla që mund të ndahet pushteti, por rezultati në fund mbetet si zakonisht Prizreni me befasi dhe me interes shumë të lartë. Të shkojmë një randë